Baba im vdiq nga kanceri dhe ishte një vdekje shumë e papritur e tij. Ishte në moshë të re babai? Po, babi ishte në moshë të re. Babi ishte 45 vjeç. Shumë i ri. Po, edhe domethënë gjithmonë kam menduar se Zoti më ka ndëshkuar për atë që bëra. E ke parë si ndëshkim, duke lidhur me besimin, duke lidhur me faktin që ndoshta ke shkelur në territoret e Kam errta. shkelur Gjithmonë duke referuar besimit. Po, e vërtet. Sepse unë shkoja shpesh tek fallxhoret para martesës, siç ja u thash. Vazhdoj të shkoj edhe pasi e fitove djalin. Jo, para martesës, pasi e fitova djalin, unë nuk shkova më deri në momentin që më vdiq babi. Dëshkimi tjetër erdhi më pas. Ç'o ndodhi më pas? Në martesë unë nuk bëja dot fëmijë. Nuk bëja dot fëmijë. Shkoja shumë shpesh tek fallxhoret. Më bënin nuska, mendonin kanatierës, mund ta them, por prapë unë ngelesha shtazane dhe ndërkohë doktorët në moment që bëja vizita ginekologjike, unë i kisha të gjitha pjesën në rregull, pjesën e shëndetit edhe për të bërë një fëmijë. Edhe partneri, pra edhe ti edhe partneri kishit parametrat shëndetësor normal. Parametrat shëndetësore ishin shumë normal, shumë korrekte, por ne prapë nuk arrisja Dhe ti e lidhje edhe këtë mos realizim tëndin me ndëshkimin? Po, e vërtet, e lidhja me ndëshkimin. E lidhja me ndëshkimin nga Zoti dhe prap shkoje te fallxhoret, prap kërkoje të bëni nuska, prap besoje. Po, pra mendoja që të shkoja dhe u thoja dhe mendoja të më falte Zoti që nuk doja të bëja thjesht teste, doja thjesht po prapë gjërat e fallxhoret, nuk e di çfarë më shtynte që unë prapë doja të vija në fallxhore. Sepse duke menduar që më zgjidhen çështjen dhe më zgjidhen atë pjesën jetike në thonjza në atë moshë që kisha për të pasur djalin që doja, mendoja që do më zgjidhej çdo gjë në jetë me fallxhore. O Jona, mund të jetë kjo një lloj varësie që njerëzit krijojnë ndaj disa sjelljeve të caktuara, ndaj disa besimeve që janë të qëna ose të paqëna, unë nuk dua ty të analizoj sepse është një temë diskutimi më vete dhe nuk dua fare ta ngrej sot si çështje, po kjo varësia për të kërkuar ndihmë diku. Ka situata ku njerëzit për shkak të pamundësisë për të gjetur shpresë në diçka mund të kapen edhe pas këtyre ritualeve të cilat unë nuk mund të futem, pra nuk mund të jap koment mbi mënyrën se si ato veprojnë edhe zhvillohen, por mund të them që në rastet e pashpresës, pra kur ti nuk gjen dot mbështetje tek aspekti social apo tek le të themi funksionet të tjera që mund të të japin ty një ndihmë për të ndier mirë me veten, atëherë shpresa jonë mund të drejtohet drejt këtyre gjërave të cilat konsiderojnë pasive, pra ja lë në dorë diçka tjetër që të veprojnë mbi ty. Është një lloj fuqie që ti e beson sepse është vetmja rrugë ku mund të gjesh një lloj paqe ose shpëtimi për shqetësimin që ti ke. Patjetër që mund të krijohet varësi. Është një situatë ku nuk është gjithmonë e sigurt dhe shëndetshme, sepse ti fillon edhe gjithë mënyrën tënde të veprimit ja lë në dorë diçka tjetër. Pra nuk merr dot hapa vet personalisht dhe kjo nuk të jep mundësinë që ti të zhvillohesh ose të zhvillohesh në kapacitetin tënd më të madh për të zgjidhur situata të caktuara. Megjithatë, në rastin e Anjezës unë do veçoja që ajo nuk e ka humbur atë shpresën për t'i dhënë vetes një mundësi. Pra, pavarësisht se është bullizuar në mënyrë të vazhdueshme nga moshatarët, apo nuk ka marrë mbështetjen edhe nga shoqet, pra ka kërkuar, ajo sapo ka gjetur një stre dashurie tek dikush, pra ka besuar ndjenjat e saj dhe është ndier mirë, nuk e ka lënë aty. Ma kjo gjë më bën të besoj që tek ajo ka qenë diçka e fuqishme brenda vetes, por e ka kufizuar me kërkimin e ndihmës vetëm tek këto situata. Sepse ndoshta në këto rast vlen të analizohet edhe konteksti i realitetit ku ajo jeton, në një qytet të vogël, ku prindit nuk kanë shumë informacion për sjelljet bullizuese, shohin një fëmijë të mërzitur, kur ndoshta vajza nuk di ku të orientohet dhe të kërkojë një mbështetje psikologjike, sepse dhe shoqet nuk e pranojnë, sepse ne e dimë që ndoshta psikologja e parë
jo de jure, po de facto është shoqja, shoqja e fëmijërisë. Anjeza nuk ka ka pas munguar. të mundësi. Patjetër, ne do të shkojmë gjithmonë në kontekstin e personit, se të gjithë mund ta gjykojnë në forma të ndryshme, në këndvështrime të ndryshme këtë histori. Ne gjithmonë duhet të vihemi tek personi, tek konteksti, tek historia, tek momenti kur është zhvilluar gjithë ngjarja dhe mbi atë të shikojmë se çfarë ka ndodhur. Dhe në këtë rast prandaj unë doja të veçoja që ajo pikë e forcës që ajo nuk e ka lënë veten pas. Pra ka thënë unë e meritoj, sepse zakonisht në rastet e bullizmit zhvillohet besimi brenda vetes që unë nuk e meritoj, unë nuk jam, ose fillon të thuash gjëra për veten që nuk janë të drejta ose të vërteta ose reale, jo gjithmonë pra ato që na thon të tjerët janë të vërteta. Dhe kjo gjë është shumë pozitive, që ajo ka kërkuar, pra ka zhvilluar marrëdhënien e saj, dhe pse e tham që ka qenë në një formë pasive, sepse aktive do ishte të marrësh ti përgjegjësi mbi veprimet edhe mbi rezultatet që të sjellin këto. Po, dhe të gjesh forma konkrete ose ndihma konkrete ku mund të mbështesësh edhe atë. Por e the shumë mirë që të mbaj mend kur është zhvilluar historia dhe çfarë mundësish kanë qenë atë kohë. Dhe konteksti. Ka situata ku për shkak të bullizimit të riu, të rez, i fshihet komplet vetbesimi deri në mungesë dëshire ekzistence dhe është për të vlerësuar që në një formë të saj Anjeza e ka të i kaluar këtë gjë dhe ka gjetur edhe shpresën për të jetuar dhe për të krijuar familjen e saj. Po, prandaj them që ndonjëherë disa njerëz ju duhet një ndihmë që vogël që të lulëzojnë. Një dorë shumë e vogël, një fjalë mund t'i ndihmoj. Dhe kur mungojnë të gjitha këto, ndonjëherë njeriu e gjen vet. Domethënë mundohet edhe vet të bëj këtë përpjekje dhe prandaj i them bravo. Anjezës për këtë që është munduar të bëj. Unë dua të pyes si është jeta sot, martesa jote, sepse nga bashkëbisedimi që ne kemi pasur, unë kam mësuar që pas tentativave, këtë herë jo tek fallxoret, po tek mjekësia, duke u mbështetur tek mjekësia dhe tek teknikat e fertilizimit in vitro, ti arrite të kesh një vajzë. U plotsove më në fund. Si është martesa jote sot? Je e lumtur? Po, Elona është e sakta që ta vendosëm që të bëjmë in vitro dhe pas 2 tentativa shumë mbeta shtazan dhe sot kam një vajzë. Megjithatë martesa ime nuk është e lumtur. Me burin grindemi shpesh, ose çdo muaj unë marr rroba dhe ikë te mama, pastaj kthehem prapë. Çdo muaj? Po, është vërtet çdo muaj. Edhe me vajzën e vogël. Sa është vajza tani? Po, edhe me vajzën e vogël. Vajza është 3 vjeç. Unë nuk e di si do më shkojë me thënë të drejtën, nuk e di se jam pa fat apo Zoti më ka dënuar që kam planuar të bëj edhe gjëra të errta, janë magjit për të fituar ato gjërat që unë nuk i kisha thënë. Kjo është në fakt një aspekt negativ kur ne mbështetemi në të tilla gjëra të cilat nuk e di me siguri nëse kemi vepruar dhe fillojmë gjykojmë veten, sikurse janë edhe besimet në rituale të caktuara apo në fe, në religione të caktuara si kulte, të cilat kur ti nuk merr atë rezultat që do, ose shikon disa situata që ndodhin, i lidh me nëse kam bërë mirë apo keq. Prandaj forma më e shëndetshme është që ne ta marrim nga vetja, jo nga diçka e të jashtme që na drejton jetën. Duke ndjekur unë linjën e historisë Anjezës nga jashtë, mund toja që ikja e babait në një moshë të parakohshme mund të jetë koincidencë sepse ndodh gjithkujt. Vështirësia për të pasur një fëmijë gjithashtu është një probabilitet duke ditur që sot edhe infertiliteti është rritur shumë tek çiftet. Dhe të gjitha këto mund të shikoja edhe se ndodhi të jetës, mirë po tek Anjeza, zgjidhja që ajo ka bërë më pas ka ndikuar tek pjesa që sot ajo fajson veten dhe gati ndëshkon veten pra. Eksakt. Pra jemi në një tjetër pikë kritike të mënyrës se si ajo menaxhon emocionet. Pikërisht, pra ky është risku që ne marrim kur futemi në të tilla situata, ku nuk i kemi të sigurt rezultatin që na vjen. Se ndoshta janë gjëra që nuk i njohin dhe nuk marrim një kuptim të plot. Ashtu siç ndodh në terapi që ne arrim të kuptojmë një histori dhe të marrim një kuptim të çdo lloj vendimi apo sjelljeje. Pikërisht. Prandaj ne mund të kemi besime të caktuara që nuk kanë ndoshta një bazë reale shkencore, ne dim shumë mirë, kemi shumë besimtar në botë që i besojnë gjërat, por kjo nuk do të thotë që ne të mos besojmë, thjesht duhet të ndajmë kur ky besim është
plotësisht i varur, për ne varim vetëm plotësisht aty, dhe themi është që ndihmues. e ka në dorë ky, domethënë kjo superfuqi që mua të më ndryshoj jetën, dhe kur kemi të bëjmë me një besim i cili afrohet edhe pak racionalitet, edhe pak veprimeve dhe përgjegjësive që ti ke. Plus edhe zhvillimit të mendimit në një formë që është, po e thoj edhe ti, jo çdo situatë mund të vi për shkak të gjërave supernatyrore. Mund të shkak vi pasojë një veprimi që ne kemi bërë dikur, jo domosdoshmërisht. Koincidencë, pra mund të vi nga këto situata ku mund të ndodhin për shkak që edhe ti e përmendë, do thoja edhe elementin e fundit që Anjeza përmendi, pjesën e konflikteve. Pra jo largoj çdo muaj nga shtëpia. Po, doja edhe unë ta kapnim këtë element, sepse është një situatë Shumë problemet në marrëdhënie e një martese. Dhe që nuk mund të zgjidhet prapë me fallxore. Me fallxore jo, po ndoshta një mënyrë tjetër më konkrete. Po Anjeza po thoja? Më falni se ju ndërpreva, mendoj që duke paguar në thonjza të gjithë këto pasojat e asaj që unë kam bërë dhe që më rëndojnë psikologjikisht dhe shpirtërisht, dhe duke menduar të gjithë këto që vinë nga ajo që unë kam bërë, mendoj që tash duhet të heq dorë nga fallxoret dhe mendoj që duhet të vijë jeta si të jetë më e mira për të gjithë, duhet të mendohem në mënyrë natyrale dhe besimin në Zot që gjërat rregullohen. Po edhe ndoshta të gjesh mënyra më konkrete dhe më praktike për funksionimin e martesës, të tipit, unë nuk e di nëse ti e bën me bashkëshortin tënd, të ulesh, të flisni për të kuptuar dhe për të ndarë se çfarë shqetëson njërin dhe çfarë e pengon tjetrin të funksionojë në një martesë, dhe ndoshta këtu do të kërkoja edhe një mendim të Jonës për të evituar Jona të gjitha këto kriza që kanë, të marrësh rrobat një herë në muaj me një fëmijë të vogël dhe të shkosh te prindrit, është një situatë që jo vetëm që e dëmton martesën, po mund të shkojë deri në shkatërrimin e saj. Po, nëse përsëriten, pra këto veprime të ikës nga shtëpia përsëriten në vazhdimsi, tregon që ajo gjëja që i ka bërë një herë të ikën, përsëritet sërish, ose mund të jetë një tjetër konflikt, por që ka të njëjtën mënyrë menaxhimi. Mund të kenë të dy përgjegjësi në zhvillimin e këtij konflikti që nuk po zgjidhet. Por duhet kuptuar se çfarë është ajo që shkakton. Është mungesa e përgjegjësisë, është mungesa e dashurisë, ndoshta bien dhe ndjenjat me kalimin e kohës, ka ndonjë çështje tjetër që po rrotullohet në marrëdhënien e tyre që s'po merr drejtim. Pra duhet të shkojmë tek shkaqet dhe sa përgjegjësi merr secili për të zgjidhur këto më pas. Prandaj duhet ta pyesim edhe Anjesën për të na dhënë më shumë kontekst. Po, Anjeza, mund të na tregosh konkretisht se cilat janë ato situata apo shkaqe që e çojnë marrëdhënien tuaj në këto zënka të shpeshta? Mendoj sipas logjikës time, është mungesa e komunikimit. Se mund të thënë që mungesa e dashurisë, por jo nga të dyja palët. Unë me pjesën e mendjes time mendoj që time është e rënjosur thella ajo pjesa që ai më do i detyruar në thonjza nga ajo pjesë që unë i kam bërë. Edhe këtu nga kjo mendoj që rrjedh çdo gjë, sepse unë si Anjeza nuk kam kuptimin që të ulem të komunikoj dhe të pyes, sepse kam frikë nga përgjigjet që do të marr nga ai. Dhe mendoj që mungesa e komunikimit ka të bëjë shumë në këtë vazhdimsinë përgjigjet nga mënyra se si ai mund të përgjigjet ose si të mund të reagojë ndaj pretendimeve. Po pse ndodh kjo? Duke marrë parasysh se çfarë kam bërë unë. Pa ai nuk e di se çfarë ke bërë ti apo jo? Ai nuk e di. Absolutisht jo. Absolutisht. Nisa po kuptoj që ti ke një brerje shumë të fortë të fajt për atë moment që morë vendimin për të shkuar dhe për të kërkuar ndihmë tek këto vende. Dhe vazhdimisht përfaqëson veten mos është fajim për edhe qoftë jo vetëm për konfliktet në marrëdhënie, po më sa kuptoj edhe për vdekjen e babait apo faktin që s'mundet të lindje fëmijë në mënyrë natyrale. Kjo është një çështje që duhet zgjidhur, mendoj, sepse faji mund të del më pas edhe në forma të acarimeve. Pra ti e ke brenda vetes, ai tjetri nuk e di sepse ti ke këtë ndjenjë faji dhe ndoshta reflekton për një mënyrë të pavetdijshme dhe kjo duhet kuptuar dhe zgjidhur me veten. Pra ti duhet kuptosh thellë që në atë moment kur morë vendimin për të shkuar dhe për të kërkuar ndihmë në atë vend, nuk është se ti e kishe
të ditur në mënyrë racionale se si do shkonte situata. Ti e kërkove ndihmën në atë formë sepse ishte ndoshta një nga të vetmet mundësi ku mund të gjeje sa është një shpëtim. Dhe të shkosh gjithmonë ta kujtosh atë moment sepse ti ike dhe bëre në atë kohë. Mos e shiko me sytë e sotshëm, sepse sot do ta gjykosh edhe veten. Sikurse mund të gjykojnë edhe shumë njerëz për atë vendim. Nuk është problem kjo, nuk është kjo çështja. Ti thjesht duhet të lidhesh me veten tënde që në atë kohë pate këtë mundësi. Zgjedhje, mendove ashtu, e logjikove në atë formë dhe sot nuk je më ai person që do merrte atë vendim. Sot përpiqu të shikosh çfarë po ndodh në jetën tënde dhe të marrësh përgjegjësi për gjërat që mundesh të bësh. Nga ana tjetër pa harruar dhe partnerin tënd, se çfarë ai mund të bëj. Nëse mendon, pra kur ulesh ftohtë, pa emocion, të dy, ndoshta edhe nga ana tjetër, se çfarë mund të bëj dhe ai, jo vetëm ti. Patjetër që jam gati të luftoj, mendin që isha gati të bëja tatuja deri këtu, nuk mendoj që duhet të jem një ushtar që ta lë në mes luftën. No. Pra del në vërteton atë që po thonim në fillim Anjes që ti e ke një dritë brenda vetes, prandaj mos ja lër gjërave pasive këtë dritë, por zhvilloje më shumë vetë, sepse ke mundësinë ta zhvillosh. Prap ke një shpresë për ta rregulluar gjën, ose jep të drejtë vetes që i thua e meritoj. Unë e meritoj një gjë që mund të jetë edhe ndoshta përmirësimi i marrëdhënies që aktualisht nuk është. Më pëlqen kjo që të tha Jona dhe thënë nga një terapiste ka vërtet pesh, përderisa Jona shikon që ti ke një dritë, do të thotë që ti e ke potencialin për të ndryshuar jetën tënde me veprimet e tua. Tashmë si një 35 vjeçare e rritur e përgjithshme nën, nuk jem ajo adoleshentje që përndiqej dikur nga bullëzimet e bashkëmoshatarëve. Anjeza, unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim, ishte një nga rrëfimet më të hapura dhe më të sinqerta, kështu që unë të falenderoj që pranove të vish sot në seanca e parë. Faleminderit juve për mundësinë që më dha të shpresha, se më duket sikur hoqja diçka nga vetja që hapa pjesën time të zemrës me ju. Ju falenderoj. Faleminderit ju, na vjen mirë. Faleminderit dhe një rrëfim sot disi pazakont me disa nuanca të jetës që jo shpesh besoj aty si terapiste të ndodh ti hasësh. Më ndodh. Më ndodh, sidomos ka raste për shembull të njerëzve që shkojnë tek këto vende për t'i dhënë drejtim gjendjeve emocionale që shumë mirë trajtohen me terapi. Prandaj them, unë i quaj gjëra pasive. Do mendoja që ishin raste të izoluar, prandaj edhe specifikova që ishte një rrëfim i sinqert i hapur. Jo shumë, domethënë me kalimin e kohës njerëzit po ndërgjegjësohen, të marrin një rol aktiv në zgjidhjen e problemeve të tyre, të mos ja japin gjithmonë peshën diçka të jashtme. Por ka edhe raste të cilat i shikojnë si mundësi zgjidhje të problemeve, sepse janë kaq të fuqishme ato ndjesi negative që përjetojnë sa janë në gjendje të bëjnë çdo gjë për ta hequr. Por çështja është ajo rikthehet nëse ti nuk bën përpjekje vet. Jona, shumë faleminderit, edhe të jam vërtet falenderuese për faktin që më ndihmon shumë të hym në disa dimensione të mendjes njerëzore që jo çdo ditë i prekim, edhe është mirë që çdo qasje, mendimi, veprimi, sjellje t'i japim një kuptim të caktuar. Faleminderit ty edhe personave që na japin mundësinë që të shkojmë aty, sepse pa ato histori ne nuk mundemi të flasim në teori, domethënë ja ku kemi raste praktike dhe përmes tyre ne arrijmë ndoshta dhe të japim një panoramë të jetëve të disa njerëzve që po e bëjnë në këtë moment këtë që po kalon Anjesa dikur. Po.